Në Vermosh, me 29 qershor, u kremtua festa tradicionale Shën Pjetrit dhe Shën Palit, një ngjarje që bashkon banorët vendas me emigrantët nga diaspora. Mesha solemne u mbajt nga famultari i Kelmendit, Don Viktor Demaj, i cili theksoi rëndësinë e unitetit dhe falenderoi emigrantët për përkushtimin ndaj vendlindjes. Janë dy shenjtë që kremtojnë së bashku, po këtu në famullinë tonë, në Vermosh kremtojnë Shën Pjetrin, për të arsye e gëzojmë këtë festë bashku, këtë shenjtë i cili është shenjtë i shtylla kryesore e Kishës Katolike, masar si i Shën Pjetrit është Papa, për të arsye është një gëzim i madh që me kremtues bashku, i cili e ka rujt fenë dhe ka dhënë jetën për Krishtin. E për të marrë pjesë në çdo mesh, të lutim Zotit falje, prenona me që zemër, prenona për mëkatet, për gabimet, për fajet, për inatet, për urrëtiet, për fjalët e kota, për thashëthemet, për gjithçka që mund të kemi bë, ja paraqesim mëshirës së pakufishme të hyjtarëve. Mes të ardhurëve nga diaspora ishte edhe kryetari i Fondacionit Vermoshi, Anton Tinaj dhe Gzim Naçaj, të cilët erdhën nga Amerika për të marrë pjesë në këtë festë të veçantë. Fondacioni Vermoshi ka mbështetur shumë investime në zonë, si kisha, ura e tjerë. Është shumë e rëndësishme të vijmë sa më shpesh këtu në vendlindje, sepse këtu janë rrënjët tona. Duhet të mbajmë gjatë tradita dhe të jemi pranë vendlindjes tonë, u shpreh Gzim Naçaj. Urojmë gjithëve këtë festë Shën Pjetrit gëzuar. Urojmë se të vim sa më shumë në këtë vend, i na le, i na rrit. Kena shumë mresa për këtë vend. Mundohet na të bijmë edhe fëmijët tanë që mos ta harrojnë këtë vend. Uroj gjitha të mirat, të vim sa më shumë, të mbledhna sa më shumë, edhe më në mundësi vetë ndihmojmë sa më shumë këtë vend. Ju përshëndes gjithëve. Shumë faleminderes. Festës i dhanë ngjyrë dhe emocion vallat e grupit folklorik Jehona Kelmendi dhe interpretimi i këngëtares së njohur Gentiana Gjergji, që u prit me dorëtokitje nga të pranishmit. Që falendron në mënyrë speciale Padre Viktorin dhe Padre Valentinin, si dhe Anton Tinaj, Gzim Naçaj, të cilët sot në ndërrojnë në pjesëmarrjen e tyre në këtë festë. Ata janë dhe anëtarët e Fondacionit Vermoshi në New York dhe Michigan. I përshëndes edhe unë me këngën maestro. Në një fshat ku numri banorëve ka rënë ndjeshëm, kjo festë mbetet një ulëse mes brezave, që mbështetet fort nga dashuria për vendlindjen dhe besimi në të ardhmen.